Si që pat edhe nga kjo pjesës e një komedie brillante të teatrit shqiptar, Shi në plazh e Teodor Laços, sonte do të rikthejmë kujtimin e njërës prej figurave të dashura të kinematografisë, por edhe të teatrit shqiptar, Agim Shuke, një aktor që ka lënë gjurmë të forta në art, por edhe një histori që mbeti e ndërprer tragjikisht dhe pa përgjigje. Në këtë përvjetor të lindjes së tij, pikërisht sot, kur ai do të mbushte 84 vjeç, do të flasim për rolet dhe për njeriun pas tyre, për babain, për bashkëshortin, një prani që vazhdon të ndihet edhe sot e kësaj dite, të jetë e fortë në familjen e tij. Dhe për ta sjellë edhe më afër këtë kujtim, kemi sonte në një rrëfim do të thoya të sinqert dhe shpresoj edhe emocional, jemi me vajzën e tij, Iris Shuken, drejt për drejt nga Londra. Iris, mirëmbrëma dhe të falenderoj shumë që je me ne. Përshëndetje, dhe është një kënaqësi shumë e madhe për mua dhe ndihem shumë emocionuar sot që në ditën e ditëlindjes së babit do ta kujtojmë atë të gjithë bashkë. Them se je këtu bashkë me babin. Je bashkë me babin. Unë vërtet e ndjej të njëjtë, po. Familja juaj si e përjeton këtë 29 prill, është një datë kujtimi e qetë apo një ditë që sjell më shumë mall për të? Do të thosha që është një ditë që vërtet sjell shumë mall edhe nostalgji për babin. Ai sot do të mbushte 84 vjeç. Dhe ne e kujtojmë të gjithë bashkë familjarisht, unë, Orli, mami, gjithashtu dhe fëmijët tanë. Kujtimet me të beti janë të shumta dhe ai nuk kujtohet vetëm në ditët e ditëlindjes, po ai kujtohet në çdo rast, në çdo festë që neve kalojmë bashkë. Babi u nda i ri nga jeta, ishte vetëm 50 vjeç. E imagjinon, e përfytyron, besoj për ditë se si do të ishte plakur ai bashkë me ju? Patjetër që po, babi iku shumë i ri, dhe gjithmonë unë ëndërroja se si do ishte babi më i moshuar, se si faktikisht do plakeshin bashkë me mamin, dhe ishte një nga ëndrat e tyre, dhe kur shikonin një çift të moshuarish në rrugë, gjithmonë thoshin që janë e do plakemi si ata të dy, në fakt. Mendoj që do më shoheshe ashtu me dëshirën që babi kishte për jetën. Ai beti kishte një dashuri shumë të madhe për të jetuar dhe jetonte jetën në maksimum. Dhe kjo ishte edhe dashuria që ai përçonte edhe te ne, edhe te miqtë, edhe te afërmit që i rrinin shumë pranë, bashkë me humorin që babin e karakterizonte dhe e shprehte në çdo misi dhe tavolinë. Iris, unë edhe nga ajo pjesës e vogël që transmetuam nga Shi në plazh, kuptova edhe një herë se sa shumë i ngjan Orli babit. Janë pothuajse identik. Madje kur shoh Orlin sot, them se pak a shumë edhe Orli po shkon drejt moshës së babit, them ashtu si Orli do të ishte babi. Ashtu do t'ishte plakja e tij. E vërtetësh, kur babi iku, në fakt ishte në moshën e Orlit, siç tham, shumë i ri, 50 vjeç, dhe po mendoja që të gjithë e ëndërronim që ai të plakeshe me ne. Iris, si ka ndryshuar mënyra juaj për ta kujtuar babain me kalimin e viteve? E jotja, e Orlit, e mamit, Fedrës? Në fakt, beti nuk ka ndryshuar për asnjë çast mënyra se si ne kujtojmë babin. Kur babi iku, fatkeqësisht nga ne, unë isha 13 vjeç dhe Orli 16, dhe na la kujtime shumë të mëdhaja. Por çdo ditë që kalonte më tej, neve gjithmonë e kujtojmë babin me shumë dashuri. Ai nuk është me ne thjesht fizikisht, por është brenda nesh, dhe do të vazhdoj të jetë, të ketë një dashuri të madhe brenda zemrës sonë. Jeta juaj ndryshoi pas ikjes së babit. Ju pas disa viteve në fakt u zhvendosët drejt Britanisë së Madhe familjarisht. Po. Ishte e vështirë jetesa në Tiranë, duke pasur parasysh edhe vitin 1992, kur ndodhi tragjedia, periudha shumë e vështirë, pavarësisht se babi ishte pedagog në Akademinë, në Institutin e Arteve,
por ishin vitet vështira për Shqipërinë dhe natyrisht edhe për një familje që befas mbeti vetëm, pa shtyllën kryesore. E vërtet është Beti, kur babi iku nga ne, patjetër që jeta jonë ndryshoi 100%, sepse neve na u shkëput shtylla kryesore e familjes, na u shkëput koka e familjes dhe padyshim asgjë nuk ishte njësoj pa atë. Vitet ishin të vështira vërtet, por dua të them dhe dua të theksoj që një forcë shumë e madhe për ne ishte mami, si në vitet që neve kaluam në Tiranë dhe në vitet kur erdhëm në Londër, ajo u bë në fakt shtylla jonë kryesore dhe ajo na dha gjithë forcën që neve të vazhdonim përpara. Iris the që ishe vetëm 13 vjeç kur babi u nda nga jeta, edhe besoj që ishe në një moshë shumë të vogël kur zakonisht ende nuk janë farkëtuar mirë kujtimet. Megjithatë, çfarë kujtoni më shpesh me Orlin kur flisni për babin? Vërtet, Beti mund të thuash që nuk isha as e madhe dhe as e vogël, po unë me Orlin kemi shumë kujtime me babin, sepse babi ishte një prind shumë prezent. Ishte shumë i dashur, ai kujdesej shumë për ne. Mami në fakt nuk ishte shumë kohë të rrinte me ne sepse kishte momente pune të zgjatura, ndërkohë që unë mbaj mend ato mëngjeset e bukura me babin kur na përgatiste mëngjesin, nga njëra anë bënte përgatitjet për në shkollë dhe nga ana tjetër lexonte ato skriptet e filmave apo të teatrove që kishte në përduar. Ishte një baba i mrekullueshëm. Unë në fakt ndihem shumë emocionuar sot. Unë vetë kam pasur një lidhje shumë speciale me babin. Ishe ti vajza e babit? Zakonisht janë... Ishte ajo marrëdhënie e veçantë. Unë isha vajza e babit, siç thash kisha një lidhje shumë të veçantë dhe speciale me të, mbase si çdo vajzë dhe anasjelltas me baban e saj, por mendoj që vërtet lidhja jonë ishte shumë e ngushtë. Unë isha shoqja e tij e vogël dhe mbase në një lloj mënyre dhe tipa tan afronin shumë me njëri tjetrin. Iris, pasi jemi njohur bashkë, më ka rastisur disa herë që ta shoh filmin Një djalë dhe një vajzë, një film që në fakt ka në qendër këtë marrëdhënie të fortë, të ngushtë edhe të bukur të një vajze me babain e saj. Ja ndjekim një pjesës, duke e rikthyer sërish, duke e sjellë sërish mes nesh Agim Shuken. Patjetër. Si është puna? Ani, çfarë ke? Asgjë nuk kam. Nuk vi dot as në shtëpi, as në shkollë, nuk mundet. Gjani babit, a e kupton se çfarë po thua? E kuptoj, babit, vërtetë më dhe. Po më thuaj, çfarë ka ndodhur? Si është puna? Tregoja babit. Mos më gënjej, babi, mos bëj se kur nuk di gjë. Asgjë nuk di shpirti babit, asgjë. Atëherë po ta them unë që mos ta mësosh nga të tjerët. Unë jam një vajzë e keqe, një rukaçe. Po nuk është e vërtetë, mos fol marzira, nuk është e vërtetë. E çon se kanë është e vërtetë apo jo? Ku gjithë kështu thon. E kur do mbesoj tani mua më? Unë besoj unë shpirti babit. Besoj që e vajza më e mirë në botë. Jo, babi, jo, as ti nuk më beson, as një nuk më beson. Dhe ti drejtësh nga frika e fjalëve. Unë tani për gjithë jam një vajzë për rrugëve me një djalë. Nuk është e vërtetë. Os fol marzira. Asgjë nuk ka ndodhur. As mua nuk më beson? As baban tënd? Po si është e mundur? Po ti vetë sa herë më ke thënë, që kam shokun më të mirë në botë. Nuk është e vërtet kjo. Po përse jetoj unë? Ti je gëzimi im. Pse vërtet më beson apo ma ti babë? Unë tani të besoj më shumë. Besoj si kjo zemra ime këtu. Iris, e shoh këtë skenë me Ema Andrean dhe mendoj gjithmonë atë përqafimin e munguar, por që gjithsesi mungon vetëm fizikisht, besoj. E di, është e vërtet dhe unë kur e shikoj këtë skenë gjithmonë, më vjen Beti që të futem nga ekrani dhe ta përqafoj dhe unë. Është padyshim një nga filmat e preferuar të babit dhe dua të theksoj që në fakt babi ishte vërtet ashtu.
ishte vërtet aq i dhimbsur, ishte vërtet aq i dashur, ishte vërtet aq i kujdesshëm. Unë nuk mbaroj për ne të tëra për të folur për atë. Dhe më duket sikur në atë rol isha unë aty brenda dhe më duket që ai ishte babai im i vërtet. Besoj që në familje sot jeni shumë krenar, sepse Orli ndoqi rrugën e babit. E ka ndjekur me shumë sukses dhe unë e di që është jashtëzakonisht e vështirë që të fitosh një rol në Britaninë e Madhe, në për ato filmat e rëndësishëm që ka luajtur Orli për krah aktorëve të kalibrit ndërkombëtar. Babi do t'ishte shumë krenar. Shumë krenar, do t'ishte shumë krenar vërtet. Orli ndoqi rrugën e babit. Ne në fakt kur kemi qenë të vegjël Beti, babi nuk na shtynte kurrë në dëshirat apo pasionet tona. Gjithmonë thoshte që le t'i vi dëshira në mënyrë të natyrshme për atë që duan të vazhdojnë, por vërtet Orli e kishte talentin që i vogël dhe vërtet vazhdoi dhe ndoqi rrugën e babit dhe siç the ti, besoj që babi do ishte shumë krenar për Orlin dhe për rolet që ai po krijon këtu. A ndjeni ndonjëherë sikur jeta juaj është ndarë në para dhe pas ikjes së tij? Patjetër që po. Jeta pas ikjes së babit nuk ishte më e njëjtë. Unë Beti kam kaluar një femëri shumë të lumtur bashkë me Orlin. Jam rritur nga 2 prindër të mrekullueshëm. Fillimisht në Vlorë dhe pastaj në Tiranë. Fillimisht në Vlorë dhe pastaj në Tiranë. Unë në Tiranë kam ardhur ku kam qenë në Kopësht dhe ishin vite shumë të lumtura tonat. Ishte një ëndër e madhe e gjithë familjes sonë që neve të ecsim bashk. Dhe kur kjo ëndër u ndërpre, padyshim që jeta jon ndryshoi 100%. Si nga ana emocionale, do të thosha, ashtu dhe nga shumë anë të tjera dhe siç e thash, Beti, kur të ikën shtylla e shtëpisë, të shëmben ato balancat e jetës. Ne vazhduam të ecim përpara dhe besoj se e gjetëm rrugën tonë gjithmonë me babin në zemër. Iris, meqense unë kam realizuar një dokumentar për Kuçovën ku kam spikatur figurat më të rëndësishme që kanë dalë nga kjo qyteze vogël e aviacionit dhe naftës, natyrisht që Agim Shuke ka qenë njëri prej tyre dhe në rrëfimin që më ka bërë mami, Fedra, ajo thoshte që babai ëndërronte gjithmonë të kthehej kur të dilte në pension, të kthehej të jetonte në Kuçovë. Mjaftonte vetëm një dhomë për të jetuar në atë qytet me jetë aq të madhe. Është e vërtet, edhe unë i kam dëgjuar këto historitë e Kuçovës, edhe pse unë kam qenë vetëm 2 herë në jetën time në Kuçovë, po mënyra se si babi e tregonte atë qytet, që në fakt dhe shumë të tjerë thonë që ka qenë shumë i gjelbër, kishte ëndje që ta dëgjoje. Ishte shumë i dashuruar me vetëlindjen e tij dhe ishte shumë krenar që ishte djalë kuçovar. Gjithmonë na thoshte që kur themi nga jemi, kupton, neve në fakt ishim pak të turbull se nga ishim, vërtet u rritëm në Tiranë, shumë të vegjël. Orli thoshte jam nga Vlora, jo i thoshte je nga Kuçova. Dëgjoni se jeni nga Kuçova, na thoshte. Iris, ne pam vetëm 2 pjesës, nga shi në plazh dhe nga një djalë dhe një vajzë, po ti besoj i kthehesh shpesh filmave të babit. Është mënyra më e mirë për ta pasur atë si të gjallë përpara syve tu. Patjetër, Beti, unë i ndjek filmat e babit nga kanalet shqiptare gjithmonë dhe edhe kur dua që të gjendem shumë afër tij, vë filmat e tij, kam qejf ta shikoj babin në kohë të ndryshme të jetës së tij, në mosha të ndryshme. Padyshim, i preferuari im është Dajzenoja i shi në plazh, që është shumë i dashur për të gjithë publikun. Është i dashur për të gjithë, besoj. Është dashur për të gjithë publikun dhe më pëlqen ajo që babi ka dhënë në atë komedi. Por, siç thash, i preferuari im i dytë është një djalë dhe një vajzë, kur unë aty gjej atë babushin tim që e kisha përdit dhe jetoja në shtëpi. Ne flasim dhe kujtojmë me të drejtë sot në 84 vjetorin e lindjes Agim Shuken, por ti e përmend edhe pak më parë njeriu më i rëndësishëm, ajo dhe që ka sakrifikuar një pjesë të vetes për të mbajtur gjallë kujtimin e tij, por edhe pastaj për të çuar përpara një jetë
që gjithsesi mbetet e vështirë pa figurën burrërore është mami Fedra. Unë do doja që t'i jepi një përqafim edhe ta përshëndesje sonte nga unë, besoj se edhe po na ndjek, sepse ajo është heroina e vërtet e familjes tuaj. Mami padyshim po na ndjek Beti dhe ju dërgon dhe ajo përshëndetjet e saj. Mami vërtet është heroina e jetës son pas ikjes së babit. Ajo sakrifikoi në një farë mënyre jetën e saj për të na qëndruar pranë ne dhe gjithmonë ka shfaqur te ne dashurinë dhe respektin për babin. E them në një farë mënyre ka sakrifikuar, por nga ana tjetër them dhe që në fakt Beti ishte zgjedhja e saj. Ajo deshte ta bënte këtë gjë, deshte të rinte afër nesh dhe deshte që dashuria për babin të vazhdonte gjithë jetën. Babi edhe sot e kësaj dite vazhdon të përmendet, vazhdon të kujtohet, edhe si aktor, edhe si pedagog. Besoj se ky fakt ju ngro edhe në një farë mënyre edhe atë dhimbjen ju rikthen në një farë force, sepse është një dhimbje që nuk shuhet asnjëherë, pavarësisht se kalojnë vitet, kanë kaluar 34 vjet. 34 vjet. E vërtet është Beti, dhimbja nuk shuhet kurrë, mungesa e tij ndihet në çdo moment, por na jep kënaqësi shumë të madhe kur ai kujtohet nga miqtë e tij, nga kolegët e tij, nga studentët e tij, qoftë të panjohur, kur më thon që janë vajza e Gimshukës, kur shikojmë filmat e tij, ndjejmë një kënaqësi dhe krenari shumë të madhe që neve jemi bitë e tij. Tani unë e di që ajo është një pjesë e dhimbshme, por 34 vite më parë ishte një tragjedi, një ngjarje edhe sot që nuk ka përgjigje, ajo që mori jetën e babit, edhe pse ai u nda nga jeta në Rom, pasi qëndroi disa ditë në koma. Por vdekja e tij ka mbetur ende mister dhe besoj se ky është edhe pengu i madh i këtij largimi. E vërtet, mënyra si babi iku ishte tragjike. Patjetër që ajo gjë nuk u zbulua kurrë dhe nuk vërtet krijon një lloj dhimbje shumë të madhe te neve, së pari për jetën e tij, së pari sepse ai nuk e meritonte që t'ikte. Dhe së dyti ishte një krim mbi një artist që nuk i kishte bërë askujt asnjë gjë të keqe. E kuptoj. Megjithatë, dhimbja më e madhe është për babin që iku dhe nuk ngeli një enigëm që nuk u zgjidh dot kurrë. Ngeli një enigmë, fatkeqësisht as sot e kësaj dite. Megjithatë, ju atë dhimbje e keni kthyer në forcë dhe sot përpiqeni ta kujtoni gjithmonë bukur. Çfarë bët sot në ditën e tij të lindjes? Meqense ajo tradita shqiptare për ta kujtuar, për të shkuar në Varreza, në kushtet kur ju jeni që ndodheni larg, është disi e pamundur. Jo disi, po është krejtësisht e pamundur. Është vërtet krejtësisht e pamundur. Neve Beti në përgjithësi urojmë njëri tjetrin. Është mamja e para që në mëngjes thotë ta urojmë ta kujtojmë babin, është urohet me ne, urohet dhe me nipin dhe dy mbesat e babit, me djalin tim dhe me dy vajzat e Orlit. Shpesher takohemi, ham një drek për shpirtin e tij dhe gjithmonë e kujtojmë dhe e mbajmë fort në zemër. Iris, përveç Orlit që ka ndjekur gjurmët e babit, po fëmijët tuaj, pra dy mbesat edhe djali jot, ka ndonjë të dhënë për aktor? Shiko, në fakt kanë, është e vërtet që kanë, kur kanë qenë të vegjël djali im dhe goca e vogël e Orlit, shkonin të dy kështu në kurse drame dhe duket që kishin atë genin. Prap vajza e Orlit e vogël, ajo ka luajtur në disa filma për të rinj dhe është dhe ajo një aktore e re, por vërej që dhe djali im, edhe pse vazhdon mbaroi për biznes dhe punon në një firmë marketingu, ka qef që të marrin në pjesë në për role të vogla dhe më thot gjithmonë që mami neve e kemi në gen. Kështu që asnjëherë nuk i dihet. Shpresoj që edhe ata ta gjejnë rrugën e tyre drejt aktrimit edhe drejt botës së madhe të
të kinemas. Ju jeni Shpresoj larguar, shumë. sa vite u bëj që jeni larguar nga Shqipëria? Por ne jemi 26 vite. Në 26 vite. 1999 erdhëm në Londër. Dhe besoj edhe atje fillimi ka qenë i vështirë si për çdo familje emigrantësh. Patjetër që po. Po pastaj gjërat rregullohen, gjërat ndryshojnë dhe me lindjen e fëmijëve tan këtu, çdo gjë mori një kuptim tjetër. Edhe mori udhën e vet normale. Megjithatë, ktheheni her pas here në Tiranë edhe si thua e bëni një shëtitje apo një itinerar në për ato vendet ku keni jetuar dhe edhe besoj edhe ku ka punuar babi tek Ish Akademia. Ish Akademia Arteve. Ish Instituti i Lartë i Arteve. Ish Instituti i Lartë i Arteve. Pra bëni atë pelegrinazhin nëpër vendet e tij. Patjetër, kur unë eci nëpër Tiranë, kujtoj çdo vend që kemi shkuar, që kemi kaluar, që kemi momente shumë të bukura në Tiranë. Neve Beti kemi jetuar te Myslimshyri. Dhe unë në fakt shkoj shpesh në Tiranë dhe sa herë kaloj aty koka ime kthehet vetëm nga dritarja e pallatit ku ne kemi jetuar dhe më kthehen në mendje shumë kujtime. Besoj që ardhjet në Tiranë janë një moment shumë i mirë për të takuar edhe miqtë e babit, kolegët e tij veçanërisht, ti her pas here ke hedhur edhe në rrjetet sociale foto me ta. Një prej tyre që më vjen ndërmend është foto me Viktor Zhustin, me protagonistin e Shi në plazh. E vërtet. Unë Beti, duke kaluar vitet në fakt, gjithmonë kur shikoja shokët e babit, ma lëngjesha shumë, sepse thosha, ja kështu do ishte dhe babi tani, në këtë moshë, në këtë lloj pamje do kishte, dhe e kisha si nevojë që dhe ata ti takoja, kështu që dhe kur takova Xhaxhi Viktorin, ishte një moment shumë i bukur për mua. Mu duk sikur po flisja me babin dhe kisha një kënaqësi shumë të veçantë. Vitet kalojnë, por ai mbetet Xhaxhi Viktori për ty. E vërtet. Iris, unë të falenderoj edhe një herë shumë për intervistën dhe uroj që ta kujtoni gjithmonë kështu babin, bukur, me dashuri, me shumë emocione dhe ti jetë gjithmonë i paharruar kujtimi i tij. Për ne, për publikun e gjerë, besoj që është, sepse filmat e tij, rolet që ai ka luajtur, shfaqen gjithmonë vazhdimisht pa ndërprerje në ekranet shqiptare, tani më prej 36 vitesh dhe ai është një aktor që ka hyrë në panteonin e artistëve të shquar të ekranit të kinemas të artit shqiptar. Të falenderoj dhe të fala edhe njëherë mamit edhe vllajt. Patjetër dhe unë ju falenderoj nga zemra. Uroj që t'jeni sa më mirë. Bashkë mirupafshim. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Mirupafshim, natë e mirë. Nderuar teleshikues, këtu e kemi përfunduar edhe këtë pjesës tjetër të programit Ora e Betit. Do të kemi pak minuta publicitet, sot është e mërkur dhe si zakonisht në fund të emisionit, në pjesën e fundit, vjen një grusht librash, rubrika e shpirtit dhe mendjes, siç e quaj unë. Dhe sot do të flasim me një ish ministër drejtësie, tani më një avokat me zotin Eduard Halimi. E falenderoj shumë sepse ai pranoi që të flisnim së bashku për një libër ku ndërthuret aspekti njerëzor, por edhe një çështje gjyqësore jashtëzakonisht e rëndësishme në Francë. Sot do të flasim për ditarin e një të burgosurit dhe është fjala për ditarin, rrëfimin autobiografik të ish presidentit francez Nicolas Sarkozy, i cili në tetor të vitit të kaluar, pas 14 javëve në gjyqi në një gjykat të Parisit, u dënua me 3 javë burg. Natyrisht një burgosje të cilin ai e ka cilësuar të padrejt dhe që e përshkrua në këtë libër për cilin do të flasim në intervistë. Betejë gjyqësore e presidentit francez, ish presidentit Nicolas Sarkozy, vazhdon në apel, kështu që asgjë nuk ka përfunduar. Por në këtë libër do të lexoni të gjitha emocionet, dhimbjet edhe pengjet që ka Nicolas Sarkozy. Dhe me zotin Eduard Halimi bëjmë edhe një krahasim të asaj që ka ndodhur me ish presidentin Ilir Meta dhe burgosjen e tij dhe natyrisht gjyqin që ka nisur dje në GJKK. Ju ftoj ta ndiqni ndërsa bashkë do të ritakohemi nesër me edicionin qendror të lajmeve.